Falënderimet qofshin për Allahun, salavatet dhe selamet më të përzemërta qofshin mbi vullin e profetit Muhammed Mustafa alayhi salam, familjen e tij, shokët e tij dhe mbarët ata të cilët e ndjekin dhe pasojnë udhën e tij deri në ditën e fundit. Të nderuar vëllezër, të nderuara motra, vazhdojmë me jetën e të shjuarve dhe sonte do të jemi me një personalitet si çdo kush tjetër unik në llojin e vet, por tepër i veçantë. Personazhi i sotëm do të jetë i tetë musliman, i tetë person i cili ka pranuar Islamin. Do të jetë një ndër 10 përgëzuarit me xhennet. Një ndër 5 njerëzit ose ndër 5 përgëzuarit me xhennet që është bërë musliman në duart e Abu Bekrit. Një ndër 6 personat të cilët i la Umeri radiallahu anhu për të zgjedhur dhe për të vendosur se kush do të jetë pasardhësi i tij. Pikërisht me sahabiun e nderuar Talha ibn Ubaydillah radiallahu anhu at-Tamimi al-Qurashi. Talha ibn Ubaydillah është lindur në Mekë, është nga fisi Quraysh dhe kam thënë dhe herë të tjera që fisi Quraysh ka pas 14 nën fise ose nën degë. Dhe një ndër këto degë, por që ka qenë që është vërteta një ndër degët kryesore, është dhe fisi Beni Taim. Fisi Beni Taim, nga i cili është dhe sahabiu i nderuar Abu Bekri radiallahu anhu, është shuar në mesin e këtyre fiseve të tjera për bujarinë e madhe që kanë pas. Pra në mesin e paraarzëve të Talha ibn Ubaydillah, njerëz të cilët domethënë ishin në idhujtarinë e tyre, jetonin në idhujtarinë e tyre, por krahas idhujtarisë kishin edhe virtyte të mira. Jetonte edhe një person, Ubaydullah, bujaria e cili dhe fisnikëria e cilit nuk njifte kufi. Domethënë kur ishte periudha e haxhit, është përcjell se ky person domethënë therte 1000 deve për të ardhur në ndihmë miqve të shtëpisë së Allahut, të Qabes, vizitorëve të Qabes. Dhe kur këtë dikush e bënte s'është se po kërkon në këmbim të saj xhennet apo për të ruajtur nga zjarri, imagjinoni se çfarë do të bëjë ai personi i cili këtë do ta bëjë në emër të Allahut xhelle xhelalu. Talha ibn Ubaydillah, si shumë të tjerë nga sahabët e pejgamberit alayhis salam, jetonte me tregti, pra ishte tregtar i Zotit dhe pasanik i madh. Për historinë e pranimit të Islamit nga ana e tij, ka një version të cilin e përmend historiani i shuar Ibn Saadi rahimahullah, ku thot Talha ibn Ubaydillah ndodhej në qytetin e Busras në Sham, në afërsi të Damaskut, qytet dhe vend të cilin e ka shkelur dhe ka arritur dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam aty. Alhamdulillah, edhe mu personalisht më ka mundsuar Allahu të vizitoj disa herë. Është përplot me histori të shikueshme. Gjendet dhe vendi, domethënë, i ndodhisë së pejgamberit alayhis salatu wassalam me murgun Bahira. Gjendet edhe sot e kësaj dite, domethënë i pacënuar. Teksa ndodhej thot aty, e pyet një person, herë është ekspozuar ose është përcjellur se ka qenë hebre, dhe herë tjetër na është përcjellur domethënë se ka qenë prej të krishterëve, çrëndsi ka kjo. E pyet dhe thot, a ka prej tyre të cilët vinë nga Meka këtu? A ka prej tyre të cilët vinë nga Meka? Dhe thot Talha, thot jam unë, që kam ardhur nga Meka. A ka dalë, thot profeti i fundit, Ahmedi, për profeti alayhis salatu wassalam ka patur disa emra të cilët i kanë të njëjtin kuptim. Muhammed, Ahmed ka të njëjtin kuptim. Mahmud në të njëjtën kohë ka të njëjtin kuptim. Gjitha këto domethënë janë nga emrat e profetit alayhis salam. Dhe në librat e mëparshëm është përmendur me Ahmed. Emri Ahmed. Thot, a ka ardhur në mesin tuaj, a është shpallur Ahmedi? Pyet Talha, thot, çfarë shpallje dhe kush Ahmed? Thot, e përsa i përket shpalljes, profeti i fundit del në Qabe, del në Mekë. E përsa i përket Ahmedit, është pikërisht aty nga judhët, është nga fisi Kurejshit, habitet Talha, që nuk ishte dëgjuar, sepse thot ky ka afruar ardhja e tij.
Dhe ç'është e vërtetë profeti alayhi salatu wasalam, domethënë i shpallur ose kishte dalur në profecinë e tij, ndërkohë që Talha nuk ndodhej aty. Thotë me të mbërritur alayhi salam, me të mbërritur në Mekë, e gjëja e parë për të cilën pyeti çfarë ka ndodhur diçka. Dhe këtë të pyeste ustajin e madh, Ebu Bekrin radiallahu anhu. I thotë Ebu Bekra ka ndodhur në gjë në Mekë. Pse i thotë Ebu Bekri? Sepse thirrja e pejgamberit, ftesa e pejgamberit në Islam ishte e fshehtë, pra nuk ishte publike. Thotë sepse kështu më ka ndodhur në Busra, ndërkohë që ndodhesha në qytetin e Busras në Sham. Busjeshi ai Ebu Bekri radiallahu anhu dhe tha, po vallahi dha, Muhammedi alayhi salam, i biri Abdullahut, e ka zgjedhur Allahu xhel xhelalu si profet. Dhe unë kam pasuar thot rrugën e tij. Thash që Ebu Bekri dhe Talha janë nga i njëjti fis. Pra rrjedhin nga i njëjti fis. Kuptohet? Ebu Bekri në të ardhmen do të jetë edhe vjerri i Talhas. Do të kenë lidhje, domethënë do të japi vajzën Talhas. Thot unë kam besuar dhe i flet Talhas rreth besimit. Dhe të këshilloj thot që dhe ti ta besosh atë pejgamberin alayhi salam. Dhe pranon Talha ibn Ubaidillah Islamin. Kështu filloi Islami i Talhas. Talha ka dy komponent kryesor në jetën e tij që janë shumë të rëndësishëm, të cilët duhen përmendur patjetër, gjithsej i cili ka të vetët, ha? Por Talha është quar për bujarinë të cilën e kishte të trashëguar, ashtu e ka pas dhe Ebu Bekri, sepse rrithën nga një deg fisi, domethënë që e ushqenin diçka të tillë, ndaj të mirën, vlla ushqeje. Ndoshta nuk ka për dalë tek fëmijët e tuaj, por ka për dalë tek fisi jot një dikush i cili do ta marrë atë ushqim të cilin ti e ke dhënë. Dhe Talha është quar për bujarinë e tij dhe është quar për trimërinë dhe guximin e tij. Por në të njëjtën kohë është quar edhe për drejtësinë e tij. Në çfarë aspekt drejtësia e tij? Talha ibn Ubaidillah nuk është nga ato tipat që thotë që bëj gjithçka. Kemi parasysh që është një kategori njerëzish që kur e bën një të mirë, ja ka mundsuar Allahu me e bëj punë të mirë, nuk akuzoj kënd dhe të them që kërkon të reklamohet dhe thoj shi, domethënë se si jam unë, jo, nuk kërkoj të them këtë. Por tek vetja kërkon qiqran helli thon. Domethënë krijon idenë se më të mirën që ky ka bë, mund të justifikohen shumë gjëra të tjera dhe në të njëjtën kohë, pra krahas kësaj, i duket se mund të bëjë gjithçka. Pra ai i cili jep, nuk do të thotë që të kesh me dhënë pare, të kesh dhe mend për dhënë, mend të leja dikujt tjetër që i ka, ti jep ato që ke. Pra gjithsej i cili t'japi ato që ka pa nënçmu tjetrin, sepse ne kompletojmë njëri tjetrin, kështu kompletohet shoqëria. Dhe Talha ibn Ubaidillah nuk ishte ndër këta njerëz. Shihni argumentin më të fortë. I shkon një person dhe e pyet, domethënë jo nga sahabët. Thot, ç'ne ky Jemenasi për Ebu Hurejrën radhiyallahu anhu. Ç'ne që ky Jemenasi Ebu Hurejrë domethënë përcjell nga profeti alayhi salam hadithe pafund, ndërkohë që ju që jeni kurejshit. Kemi hadithin e pejgamberit alayhi salam, pra Talha është një ndër 10 përgëzuarit me xhennet. Pra një hadith vetëm profeti alayhi salam i ka përgëzuar 10 veta me xhennet. 4 xulefat dhe 5 të tjerë. Talha është sonte i 5-ti, 6-in do ta lejmë inshallah për herën tjetër. Dhe ajo që të bën përshtypje është se që të 10 janë kurejshit. Që të 10 të përgëzuarit me xhennet janë kurejshit. Çfarë duhet të them me këtë? Pra kurejshitët nuk është se ishin njerëz pa vlerë. Dhe ky i drejtohet dhe i thotë ç'ne që ky Jemenasi përcjell hadithe nga pejgamberi alayhi salatu wasalam pafund, ndërkohë që njerëz sikurse ti, sepse nuk ka shumë pak hadithe të cilat i ka transmetuar Talha ibn Ubaidillah, ndërkohë që ka shumë ndodhi të cilat transmetohen për Talha ibn Ubaidillah. Epitetet e pejgamberit për të, domethënë krahas dëshmisë për të si xhennetli, ai dhe Zubejri do të jenë dy fqinjët e mi në xhennet.
e ka cilësuar në tre epitete të ndryshme të cilët nuk kuptojnë të njëjtën gjë, Talha al-Fayyad, Talhatul Khair, Talhatul Jud. Talha al-Fayyad do të thonë bujaria e cilit vërshon si lum. Talhatul Khair, Talha i hajrit do të thonë që vetëm prodhon mirësi, dhe Talhatul Jud, Talha i bujaris dhe bujari. Të gjitha këto epitete ja ka dhënë pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe ai ka vërtetuar në jetën e tij. Por kjo nuk e bën të Talha njëri, domethënë që të thonte që din të bëjë gjithçka, apo ajo që ai thot vlen mbi çdo vepër tjetër. Dhe kur e pyeti ky dhe i thot ky personi i thot që ç'ne që Abu Hurajra përcjell pafund hadithe nga profeti alayhi salam, apo mos ndoshta i përcjell nga vetja vet. Ja fut nga vetja vet. Kjo ishte fjala. Shkoni se si tha. O vlla, njerëz si puna ime kemi qenë pasanik. Dhe gjithmonë pasaniku ka kohën shumë të kufizuar. S'ka kohë me hum. Njerëz si puna ime kanë qenë pasanik. Dhe ne u shoqëronim me profetin alayhi salam pa çka se jam ndër të parët që kanë pranuar Islamin, po u shoqëronim shumë pak. Ndërsa njerëz si Abu Hurajra radhiyallahu anhu, domethënë nuk ishte i pasur dhe ka ardhur në Medinë dhe ishte i lirë për atë gjë, thot Allahu ja shpërblet, ndaj dhe ka përcjell nga pejgamberi alayhi salatu wassalam hadithe të shumta. Ndërsa pjesa e dytë thot ku ti thua domethënë se mos ndoshta Abu Hurajra domethënë ja kput nga vetja vet, vallahi thot kur. Ne mësojmë prej tij. Ky ishte Talha. Talha ibn Ubaydillah, të nderuarit e mi, në guxim ka tregu maksimumin. Ai ka prezantuar me pejgamberin alayhi salatu wasalam në të gjitha luftrat. Dhe arsye se pse përmendim domethënë këtë fakt është se një ndër shtyllat e Islamit të pakontestueshme është xhihadi, lufta e shenjtë, por që ka kriteret e veta, ka normat e veta. Profeti alayhi salatu wasalam ka thënë se ai person i cili nuk e bën niyet me rënë shahid, me rënë dëshmor, dhe nuk ja ushqen këtë vetes tij, s'do të hyjë në xhennet. Si mendon vallë, domethënë? Vallë, lufta e shenjtë, xhihadi domethënë është diçka kot, në mënyrë kategorike jo. Dhe këto sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasalam kanë sakrifikuar pafund, pa ka arrit Islamin ditët tona të sotme. Është mundi dikujt. Dhe Talha ka prezantuar në të gjitha këto betejë veç betejës së Bedrit, sepse ishte thot ndodhej në Sham në një tregti të tij. Tash ishte tregtar, domethënë, dhe profeti alayhi salatu wasalam ka thënë që gjysma e rrezikut të ummetit tim ku ndodhet? Ke tregtia. Pra po deshe rrezikun, fokusohet thot në tregti. Ama tregti me normat që ka përcaktuar feja Allahut, jo ato që përcakton interesaxhiu dhe njeriu i pamoralshëm dhe i pandershëm. Në betejën e Uhudit ka treguar maksimumin e tij. Ai sa Abu Bekri radhiyallahu anhu kur përmendej betejë e Uhudit, pra në të ardhmen, thot ajo ditë ka qenë dita e Talhas. Betejë e Uhudit ka qenë dita e Talhas. Thot në ditë Talha ibn Ubaydillah nuk ju ndante pejgamberit alayhi salatu wasalam, rrinte për krah tij. U përkeqësua situata. Me pejgamberin alayhi salatu wasalam ishin 12 persona, 11 prej ensarëve dhe Talha ibn Ubaydillah, pra 11 prej medinasve dhe Talha ibn Ubaydillah. U vërsulën për tek pejgamberi në drejtim të pejgamberit alayhi salatu wasalam për ta eliminuar. Thot profeti alayhi salatu wasalam, kush u del përballë? I pari Talha, thot unë i dërguari i Allahut, thot rriti. Dhe nisin dhe dalin me radhë këto zotnit e tjera, Allahu i mëshiroft dhe i pas pranua Zoti i Madh, derisa ranë shahid njëri pas tjetrit. Dhe ngeli thot Talha dhe pejgamberi. Shikoni domethënë pejgamberi alayhis salam prap në këtë situatë thot kush po u del atyre, po i ndal. Thot Talha, thot unë i dërguari i Allahut. Dhe ka vazhduar thot të luftoj, të mbroj, të sulmoj, të mbroj pejgamberin alayhis salam me të gjithë gjymtyrët e trupit të tij. E dini sa të nderumit e mi. Talha thot që ka në ditë ka marrë 30 plag. Talha.
Ndërsa të tjerë, të cilët i kanë numëruar më mirë këto plagë, duke nisë nga koka dhe në çdo gjymtyr të trupit, thotë në trupin e tij ka pas 70 plagë në ditë. 70 plagë. Por edhe po t'i rrim numri 30. Imagjino ti jesh me 30 plagë në trup dhe një prej këtyre plagëve ka qenë dëshmi gjatë gjithë jetës tij. Ka qenë çasti ku nuk gjen ta mbrojë pejgamberin alayhis salam vetëm me dorën e tij, pra dikush godet me shpatë dhe ai nxjerr dorën. Thotë dhe gishtrit, jo vetëm që u kputën, gishtrit, por edhe dora nga i çast domethënë është paralizuar. Dhe këtu ka thonë domethënë ka bë Talha ibn Ubaidillah ka thonë pejgamberi alayhis salam i flet, shikoni edukatori. Në çdo situatë i dërguar i Zotit alayhis salam prioritet ka t'i mësoj njerëzit. I thotë sikur të kishe thonë bismillah. Dhe kam ne duke menduar gjatë them drejtën jetën time sepse po të shohësh arabët e kanë shumë të theksuar, më të rrëshqit koma ose më nis me urzu apo me ndodh diçka gjë e parë që thon bismillah. Dhe mendoja domethënë që pse gjithmonë kjo bismillah. Unë kam kulturë për vete, po nuk është se e kam ditë kaq të theksuar. Profeti alayhis salam i thotë domethënë Talhas, sikur thoje bismillah, kishin për të ngrehet me lajket lart dhe kishin për të pa gjithë njerëzit, do të manin lart. Po nuk the bismillah. Dhe aty i dërguar i Zotit alayhis salam është edukator, është mësues. Ka dhënë shembullin maksimal ai sa kur kanë shku, domethënë janë mbledh sahabët rreth pejgamberit alayhis salam, zotnia e njerëzimit çfarë thotë? Lër mua, thotë, ka qenë fillimisht ka qenë Abu Bekri dhe Abu Ubejdah ibn al-Jarrah të parë që kanë shkuar në ndihmë të pejgamberit alayhis salam. Lër më mua, thotë profeti, sepse në ditë edhe i dërguar i Zotit alayhis salam është plagosur me disa plagë. Por shikoni Talhan, ndihmoni domethënë Talhan. Talha ishte një person që e kishte të qartë se çfarë kërkonte. Dhe e kishte të qartë se fjala e profetit në disa raste të ndryshme, sallallahu alaihi wasallam, ku thonte nëse dëshironi të shihni një banor xheneti, një xhenetli që ecën në tokë, shikoni Talhan, dinte që është përgjegjësi. Pra ky lloj përgëzimi në të njëjtën kohë është përgjegjësi. Si i bjen domethënë, imagjino më thonë tash e ke fituar xhenetin. Apo mirë, pa e pata fituar. Parrira atë shem rapa nuk po lodhen. Po pse ashtu do të jetë xhenetliu? Kjo është përgjegjësi. Domethënë duhet me ta shtuar atë tafmon dhe dëshirën akoma dhe më shumë. Dhe Talha ibn Ubaidillah i tilli ishte i nderuar i. Në Ghar Hira ose në shpellën Hira, në shpellën Hira ndodhej pejgamberi alayhis salam, Abu Bekri, Umeri, Uthmani, Aliu, Talha ibn Ubaidillah dhe Zubair ibn al-Awam. Dhe u dridh mali. Pejgamberi alayhis salam thot, qëndro se mbi ty ndodhet profet, siddiq, i sinqert, dhe çdo kush tjetër shahid, dëshmor. Gjithë të tjerët kanë qenë shuhada. Pra pejgamberi alayhis salam, Abu Bekri Siddiku i sinqerti, katër të tjerë gjithë dëshmor. Umeri dëshmor, Uthmani dëshmor, Aliu dëshmor, Talha dëshmor, Zubairi dëshmor. U bën 5. Këto 5 tjerë të gjithë dëshmor. Mirë, po këtë Talha ibn Ubaidillah dinte që është një përgjegjësi. Nuk e merrte thjesht si një myshde, por një përgjegjësi akoma më shumë. Talha ibn Ubaidillah, nderuarit e mi, aq sa ishte i pasur, aq sa jetonte dhe një jetë shumë modeste. Tregon në shoqja e tij Kulthum, e bia e Abu Bekrit radhiyallahu anhu, dhe me Abu Bekrin domethënë ka lidh feja, por e ka lidh edhe një fakt tjetër. Në historinë e Islamit, Talha dhe Abu Bekri quhen qarinan, dy të lidhurit. Pse quhen dy të lidhurit? Se janë të lidhur me krushi. Quhen dy të lidhurit se ai që njihej ndryshe si Luani Kurejshve, jo Hamzai, një person tjetër për i dhujtarëve,
që ishte njëri i fisshëm nga fisi i tyre, e lidhte Ebu Bekrin dhe Talhan që mos t'u falqin. I lidhte të dy bashkë, me litar. I lidhte të dy bashkë me litar dhe nuk reagonte asnjëri prej fisit të tij. Ndaj dhe quhen domethënë El Qarinan, të lidhurit që kanë sakrifikuar së bashku. Dhe tregon e shoqja pra, Kulthum, se i erdhi thot kishit një tokë andej nga Jemeni, pra kishte prona të ndryshme ai. Në vende të ndryshme dhe i vinin ato qerat mujore ose vjetore, më mirë themi, nga vende të ndryshme. Dhe kish kërkuar të shitej një pronë që ai e kishte, pra nuk donte të merrej me të pasi ishte e largët. Thot dhe prona nderumit e mi ishte 700.000 dirhem. Nuk e di ta përkthej me shifra moderne, po jashtëzakonisht shumë. Jashtëzakonisht shumë, domethënë. Thot dhe ja sollën ndark këtë sasi parash. Thot u përpëliste në krevat, sa majta sa djathtas. I thot e shoqja çfarë ke? Ku mundem thot me jetu? Nuk mundem me jetu dhe të kesh një sasi kaq të madhe parash ndërkohë që ka njerëz pafund nevojtar. Po e zgjedhsh me thotë. Me tu gdhi nesër mëngjes. Fillon me farefisin tënd se aty duhet me fillu. Fillon me farefisin tënd. Mos lër kënd që ja din nevojat, ja din hallet pa ja shly nevojën. Dhe ka qenë njëri prej tyre thotë që 80.000 dirhem ja ka shly borxh vetëm atij. Imagjinoni. Derisa i thotë shoqja, thotë o burr, a nuk lejnë një gjë për ne? Thotë o grua, ty i patë parë, pse si more? Thotë shkoi, mori, çfarë kishte ngel vetëm 1.000 dirhem o vëllezër, nga 700.000. 1.000 vetëm kishin ngel. Aty i patë, thotë, pse si more? Pra am thej që shpërndaj, ai ishte dakord, thotë dakord jam edhe tani. Talha ibn Ubaidillah ishte ai person që krahas shumë bujarive që kishte të përvitshme sadakave që i bënte në mënyrë të vazhdueshme, zonjës së nderuar Aishës radhiyallahu anha për çdo vit i dërgonte 10.000 dirhem. Thonte mba çfarë dush, çfarë të nevojitet dhe shpërndaj çfarë të nevojitet. Pra kushdo që vjen dhe kërkon këty. Talha ibn Ubaidillah ishte ai person që i shkon dikush dhe i kërkon për hir të akraballokut, të afrimitetit, domethënë gjakut që kemi. Mirë po thash jetonte jetë modeste, kishte të ardhura pafund sepse kishte prona që prodhonin vazhdimisht, por nuk linte asnjëherë gjë. Dhe në këtë rastin që thash që shpërndau shumën për 700.000 dirhemve, o vëllezërit e mi thotë nuk kishte një rrobë, jo të mahnitshme, por një rrobë të re me vesh. Rrobaja që kishte thotë se xhybeja që përdorte ishte e arnume. Pra një person i cili me pasuri të tilla, pra nuk linte gjë, nuk linte asgjë. Dhe i shkon dikush dhe i kërkon në emër të akraballokut që kishte. Dhe Talha ibn Ubaidillah çfarë bëri? Vallahi thotë nuk kam. Por kam filan tokë, të cilën e ka marrë Uthmani radhiyallahu anhu pra me qira për ta përdorur. Në dëshirofsh shko merr tokën, i them Uthmanit që unë ja kam dhuru këtij, ose në dëshirofsh ja shes Uthmanit dhe merr parët ti. Thotë jo, thotë më duhen parët, nuk më duhet toka. Pra Uthmani ishte i gatshëm për ta bler tokën. Mirë po Talha nuk është se donte ta shiste, thotë shkon dhe i thotë Uthmanit, thotë don ta blesh tokën, po 400.000 dirhem. Dhe ja ka dhënë thotë të gjitha. E ka meritu flerësimin e profetit alayhi salatu wasalam që i thotë domethënë Talha al-Fayyad që vërshon hajri apo s'e ka meritu. Vallahi habitshëm kur e lexon këtë njeri janë pafund, domethënë këto që unë po përmend diçka nga deti i madh që ka tek ky njeri. Trimëri pafund, mençuri pafund, bujari pafund. Si e mbylli jetën e tij? Sepse sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasalam lidhet jeta njëri tjetrit se janë njëjti brezi të cilin e ka vlerësuar profeti alayhi salatu wasalam si brezi më i mirë, khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunhum, thumma alladhina yalunhum. Brezi më i mirë thotë është brezi im.
Më pas ata që i pasojnë ata dhe vazhdon domethënë normalizimi pastaj tek brezat e tjerë. Pra ato që i njohim ne si tre brezat e artë. Tre brezat e artë me vlerësimin e profetit alayhis salam. Kemi përmendur më parë në jetën e të nderuarit Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu se një ndër ndodhit do të ishte dhe betejë e Deves. Në betejën e Deves do të ishin tre personalitete kryesorë të cilët do të merrnin pjesë aty: Zubeiri radhiyallahu anhu, Talha dhe Aisha. Dhe u quajt domethënë betejë e Deves për shkak të Deves së Aishës. Deveja e Aishës domethënë ja kanë ditë emrin se si e ka pas. Imagjino, kanë përcjellë edhe emrat e kafshëve, Askar. Sot nuk po din emrat e kalamajve, jo më di domethënë edhe emrin e Deves, se si e ka pas Deveja, domethënë që ka pas Aisha në ditë. Thash që të tre këta shkuan për të shkuar në mbështetje Aliut radhiyallahu anhu, por në të njëjtën kohë Talha e shihte si një detyrim për të marrë hak për gjakun e Uthmanit. Shihte si një detyrim arsyeja, sepse kishte treguar Karshi Uthmanit radhiyallahu anhu, domethënë ishte treguar pak i ftohtë gjatë rrethimit të Uthmanit dhe vlerësonte veten se nuk ka reaguar aty ku duhet. Pra duhet kishte treguar më tepër mbrojtje dhe kishte përpjekur më shumë për të. Thotë dhe kur kanë shkuar, ky ka qenë qëllimi. Kur e pan se si mori, se çfarë trajektorie mori domethënë kjo betejë, si Zubeiri, si Talha u nisën për të largu. Dhe që të dy i vranë për të ndezur luftën. Për të ndezur luftën pra i vranë që të dy. Dhe kam përmendur edhe më parë se kur Aliu radhiyallahu anhu e ka parë Talhën në tokë, ka shku, e ka mbështetur për prehri dhe Talha në moshë ka qenë pak më i madh se Aliu. Në këtë çast domethënë vitin 36 të Hijretit, Talha ka qenë 64 vjeç. Aliu, i cili ka ndruar jetë pas 2 vjetëve ose 3 vjetëve gati, ka vdek 63 vjeç. Pra ka ndruar jetë profeti alayhis salam 63, Ebu Bekri 63, Uthmani 63, Aliu 63, Aisha radhiyallahu anha 63. Ndërkohë që Talha ka qenë 64 vjeç ditën kur ka ndruar jetë dhe ka vendosur dhe ka mbështet tek vetja dhe ka thonë: o Zot, ç'ditë e vështirë. Si kur të kisha vdek 20 vjetë më para, pra të mos e përjetoja një ngjarje të tillë, pra të shihja Zubeirin dhe Talhan që të dy të vrarë në të njëjtën ditë, 2 ndër 10 përgëzuarit me xhenet në të njëjtën ditë, 2 humbje të mëdha për botën islame, 2 humbje të mëdha për Aliun konkretisht radhiyallahu anhu. Elusim Zotin xhel xhelalu të na bëjë për atyre të cilët dëgjojnë jetën e tyre dhe i marrin model në jetë. Elusim Zotin xhel xhelalu të na përdorë për mirë, të na bëjë flamurtar të mirës, të drejtës. Elusim Allahun subhanahu wa taala, Zot mos lejo të dalin prej kësaj xhamie vetëm se me gjunahet falura, me teubat pranuar, me lutjet pa refuzuar, sikurse na mundsove të mbledhemi në këtë mezhlis begat. Na mundso Zot që të gjithë bashkë me familjet tona, fëmijët tanë, dashamirët tanë, të mbledhemi në xhenetet e larta, në xhenetet Firdaus, me kryer dashurin e zemrave tona Hazrat Muhammedin alayhi salatu wassalam. Amin Allahumma amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.